bëj me një lajm që ka ardhur nga Serbia ku thuhet se ajo është fituar me raketa të blera nga Kina. Kemi ndonjë informacion se çfarë raketash janë dhe pse po armatoset Serbia? Po ndoshta është lajmi më i keq për vendet fqinje në regionin e Ballkanit, sidomos për ne shqiptarët, po jo as pa pak për bosnjakët dhe kroatët. Serbia në inventarin e tyre ka rritur të ketë një investim jashtëzakonisht, një blerje senzacionale të CM400 AKG-s, MKG-s, e cila është një raketë air-tok dhe nxitet në hapësirë në platformën e MiG-29-shit. Kjo më duket që ka zgjuar një reagim, që Serbia nuk ka pas deklarata zyrtare, duket një kanal televiziv kroat ka tentuar të kërkojë një sqarim zyrtar në qeverinë e Serbisë, por përpos duket një analist i ushtarak serb i cili po ka pohuar që kjo është blerja e cila në të tipit të tillë të raketave të CM400 AKG është e para në Evropë që ka një raketë të tillë që nga mahu i 5 herë shpejtësia e zërit, 7000 km/h, kalon në tipin supersonik. Ka platforma MiG-29. Kuptohet Serbia në flotilën e vet i ka 14 MiG-29, 6 rus, 4 bielorus dhe 4 nga ish armata e Jugosllavisë. Do thotë 14 miga të tillë, të cilët me riparimin e tyre kanë arritur të arrijnë një stad i cili jashtëzakonisht paraqet rrezik, dhe kjo raketë e cila efektive është 170 km efektiv. Ka shumë të tjerë që prognozojnë që arrin aftësinë gjujtëse në distancë 400 km. Mendoj që paraqet një rrezik jashtëzakonisht të madh, dhe mendoj që ky përforcim i tillë me armë të tilla dhe me Hakun 22 apo FK-3-shin, që ka marrë para 3 viteve dikon, mbrojtje sekondare ajrore, të Kinës, Serbia realisht paraqitet njëra ndër forcat më aktive dhe të përforcuara, jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por përgjithësinë në Ballkan. Dhe kjo tregon një realitet të ri, të hidhur, mund të them drejtën. Kroat deri dikon përpos asaj Rafaelve të cilët kanë marrë nga Franca, po ashtu edhe Serbia, gjeneratën. Kroatët kanë marrë gjeneratën e 4, Serbia 4+, diçka më inovative, e cila do të realizohet dikon 2027. Aja blerja, do thotë të vizita Macronit në Serbi, që ka zgjuar para një viti e gjysmë, duket ka qenë jashtëzakonisht e pompuar dhe proklamuar si fitore madhe për forcat serbe, një avion i tillë gjeneratës së 5 të Rafalve. Dhe kjo mendoj që Gorian, ne shqiptarët më duket ka herë jemi shndruar, unë vje keq ta them këtë, po si Dubai. Kemi jashtëzakonisht jetë të luksit në Tiranën, Prishtinë, të gjitha. E tëra kjo tregon që Megjithatë, nuk na vyn asgjë. Dubai prej 14 ditësh është boshatisur.
Po mora, ne po du dalë dikun tjetër. Që s'kemi siguri, Jemi domethënë në krismën e absolut, parë jo, që do jo, shkrepet, s'kemi strategji ose për forcim të, si për të ruajtur qindësia mirë, sidomos raport me Serbinë, duhet të jemi në balansat e afërt. Ne ç'kem, këtu është problem, flas edhe për Kosovën, doktrinë përgjithshme të strategjisë së mbrojtjes apo të forcimit të kapaciteteve. Kosova dhe Shqipëria mund të lëvdohemi për sportin, për artin, për muzikën, për tallavan, për atë. Po në këtë drejtim, bile jem shumë që e flen ato gjana. Lokalet tona të ditën janë të stërmbushura. Mirë, kjo në rregull, por po e kam atë mllëfin të shpreh kështu, që jashtëzakonisht një forcim i tillë me gjithë këtë sistem të tillë, mos të harrojmë që Serbia në Riyadh në janar ka prezantuar një raketë të prodhimit të tyre Goshava. Unë fali, Goshavak, që është diku 150 kilometrësh, caku godetës. Të gjitha këto tregojnë që ajo po përgatitet për të ardhmen dhe për dikënd. Dhe ai dikush jemi ne. Dhe këtu është ajo problematika, po them pesh prefja të mllëfi, se nuk kam të baj asgjë kundër asaj jetës së luksit, po luksi bëhet kur ta arrish të forcosh kapacitete. Jo të krijosh tër ditën atë vetkënaqësinë e melodive, qoftë sharkive apo edhe të formave tjera. Kjo mendoj që paraqet një rrezik dhe arrit të prish dhe të kanos sigurinë në Ballkanin Perëndimor, e cila mendoj që duhet me urgjencë të shqyrtohet për të krijuar, mund të them ne, një lloj baraspeshe, e cila, shifni, as aleanca nuk duket që të jesh në nëmbrellën e një aleance nuk do thotë që jetë 100% të sigurt. Bilim duket është atje një rregull që po që se 72 orë mund të qëndrosh, pastaj aktivizohet aleanca për të ardhur në ndihmë. 72 orë janë shumë dhe mund të pësosh shumë, apo të vish para vaktit kryer. Mendoj për të përmbyllur me këtë dill vetëm 2 vende, CM400-shin, jashtë prodhimit të forcat hapësinore ajrore të Republikës Popullore të Kinës, se kanë Pakistani dhe Serbia. Këtë mund të hysh edhe në pjesën atje të informacionit, të shifsh prodhimi i CM400-shit, momentalisht është vetëm në 2 vende eksportuar, në Pakistan dhe në Serbi. Dhe kjo paraqet, mund të them, jashtëzakonisht formën interesante se si serbët operojnë dhe gjahtojnë për të ardhur deri qoftë të inovacionet apo raketat, të cilat janë jashtëzakonisht të rrezikshme, të cilat jo vetëm që godasin ajër tokë, në pikat toksore, por edhe ndaj radarëve, pastaj anijeve në det, dhe të gjitha këto e bojnë cehimin e prodhimit kinez jashtëzakonisht të rrezikshëm edhe në trollin evropian. Do thotë është si ariqi i parë, raketa e parë që hyn në trollin evropian dhe që mirret nga Serbia. Dhe kjo jap, mund të them, tregon një alarm për rrezikun që mund ta kemi të ardhmen, jo për të friguar, po kjo është realiteti, se njerëzit ndonjëherë hezitojnë ta thonë realitetin, ta mshefin realitetin. Do thotë pranojmë ku jemi, sepse kjo do jetë jashtëzakonisht të rrezikshme, jo vetëm për ne shqiptar, por edhe për popujt dhe shtetet të fqinje me Serbinë e këtë rast.